Shikues të Vision Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Kemi patur mot të kthjellë duke përjashtuar këtu zonat kodrinore, malore të vendit, të cilat janë ndikuar nga mot kryesisht i paqëndrueshëm dhe me reshje shiu të izoluara afatshkurtër dhe lokale. Ndërsa era ka flyrë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, në Lugina dhe Bregdet era ka fituar shpejtësi deri në 11 metra për sekond, palësimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 8 deri 24 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 7 deri 31 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 30 gradë Celsius. Ditën e premte moti parashikohet kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit dhe në pjesën më të madhe të ditës. Në orët e mesditës deri në ato të pasdites vonë në relievet kodrinore malore të vendit në zonën e jugut dhe të lindjes, hera herës do të kemi vranësira mesatare deri të dendura. Në orët e mesditës deri në ato të pasdites vonë në relievet kodrinore malore të jugut dhe juglindjes do të kemi reshje shiu të herpashershme afatshkurtër me intensitet të ulët. Ndërsa në relievet e larta malore do të kemi shtrëngata afatshkurtër. Mjegulla e dendur do të jetë prezente në orët e mëngjesit në zonat luginore. Era do të vijojë frym drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi 6 metra për sekond, në Lugina dhe Bregdet deri në 12 metra për sekond, palësimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish 1 deri në 2 ball. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ketë mot kryesisht të qëndrueshëm me kthjellime, pa përjashtuar këtu vranësirat kalimtare nga orët e mesditës deri në ato të pasdites përgjatë relieveve malore. Kontinenti evropian, pjesa më e madhe e tij do të ketë mot të qëndrueshëm, kryesisht me kthjellime, vranësira kalimtare, ndryshe do të paraqitet Europa lindore, vendet nordike, ku për shkak të ndikimit të disa zonave me presion të ulët atmosferik, do të kemi kushte atmosferike të paqëndrueshme, mot të vranët me intervale kthjellimi dhe reshje shiu në formën e shtrëngatave. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.